Mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Si jeni, kapitena? Si është kjo ditë, kapitena? Ja, ashtu. Siç është moti, jemi dhe ne. Te ka njoz moti, te ka njoz jemi dhe ne. Një kapricoz, më bëj një kapricoz, më bëj një Romina. Më bëj një picë 4 mote. Kupton se ashtu jemi bo fiksa. Mirë, atëherë do ta ndryshojmë, më bëj një picë kështu tiranse. Si është pizza tiranse? Po pra, me të 4 stinës. Apo kjo është për gjithë Shqipërinë. Po nuk e di fakti kështë e kemi pyetur. Po nuk e kemi pyetur kështu. Se edhe Imperator Romina kështu ndryshon stina brenda ditës. Sa vajta unë doli diellin. Pra mo. Nëse unë kam përshtypjen që në Pogradec edhe nga Korriku mund vi vera, besoj. Janë akoma kështu me jorgan me batanie, lezet. Po, në vera ashtu flen, po diell ka, se kam parë. Moti është konsistent. Po. Në Pogradec, po është shumë i bukur ai dielli, sidomos në Pogradec, kur del dielli dhe është pak tot. Po pra, po. Të ngrohaj dielli kockat ndërkohë. Ekzistojnë stime, domethënë te qytetet ndryshme, Korça, Pogradeci, edhe në jug të Shqipërisë ekziston. Mos e ka bërë ndotja që është më e madhe në Tiranë këtë ndryshimin kështu. Çfarë thotë ti, ku ka Tirana ndotje çfarë thotë apo? Ne kemi më shumë pemë se kurrë. Ne, mirë. E ke parti kanë dalë filizat. Mirë. Kanë qenë lulta. Edhe gradacilat e mëdha po bëhen me gjitha balkonet me gjelbërim. Po edhe taracën. Po. Ky është investim në gjelbërim, pra. Siç ishte premtuar, do të ketë gjelbërim. Po, në gjelbërim në balkonet e shtëpisë. Po të bëhet një kopsht botanik, le të themi. Po vertikalisht. Rëndësi ka. Jo horizontalisht. Ka lezet më letë ringë shu lullet. Edhe po të ringë shu lullet, nuk ka problem. Po të të pirë në një lullet në kokë, do më thëmë të thua, e ka nga balkoni filane, do më thëmë. Shef trungun e pëmën se ke këtu, paralel në bi kokë. Po s'ka rëndësi. Do më thëmë, pëmën për para rriteshin shu, ndërsa tani zgjatën për kështu. Po varet nga lloji pemës, nga lloji ajrit. Mënyra e zgjatjes interesante. Po ta mendosh. Kjo është një lloj peme në fakt që do pak punë për të ardhur drejt. Po jo pra, po prandaj është planifikuar e tillë. Që të bjerë. E vërtet. Ka ndryshuar shumë kohët. Në kohën tonë. Në kohën tonë pemët rinin vetëm drejt. Po. E kupton, kurse tani. Po. Edhe shoqyria kemi arritur se ka ndryshuar. Mirë. Nese, si kalua dje një herë dhe si jeni zgjuar sot. Bravo e dashur, bravo. Bravo, më le dhe pak të fjalin, mbarova. Hajde, jo, të se ka pritur do të ndërhyjë kështu vazhdo tani më thuaj ti. Aq, unë mirë kalova dje. Mirë, kaloj tamam gripin. E lezetshme, po, gripi ka ikur. E bërë tëndën, sa e në gjitë Rominës dhe jenë në rregull. Bravo, jo vetëm Rominës, po dhe janë 2-3 vetave tjerë që i kam pjesë të ne me imunitet të dobës. Nuk të lejohet. Të kam dhe një xham këshu. Jo, te ty. Po bërë asajrë ke kalu ti gripin këtë sezon, nuk përkap më. Bravo, Romina. Ke kriju super imunitet. Shko pak, vim pun, jeni ju. Se cili me radhë. Shkojnë shpi, mas jetë fëmija nga kopshti, qa të bëjë, unë shpirt kam. Jo, shqyqyr, do më thënë, shqyqyr nuk të zuri ty. Përsa ko nuk të zuri ty, isha në regull, do më thënë, se do më brend të ndërgjegja. Po jo për gjithë të Romina, po mirë më mirë, po. Se më kuptone. Se kupton qëllimin ti. Në këtë jetë mirë në taku, po ha. Nuk e kuptone qëllimin ti. Ka gjë, do shihemi të episodi radhës. Por ka fëmijë të vogël me prandaj. Nuk doja ta zinte se ka fëmijë të vogël në shtëpi. Edhe unë kam fëmijë të vegjël. Mirë. Po. Jam vetë në shpirt. Mirë, okej. E drejt, qëndron. Pra ty të pas ka zënë këtë gripi fëmijëve. Po le të themi, po përja dali mirë, shpresoj mos të zgjas më shumë. Sot je zgjuar më vitale se dje? Përpiqem, me anë të ilaçeve përpiqem të mbahem. Mbahesh me. Me anë të një shtyse të jashtme. Kini kujdes njerëz, kujtoni që është ngrohtë pa. Kjo koha të gënjeft, to e shumë, për hiç që. Jo po fillon me dhimbje kockash, muskuj, po thua ti kam dhimbje kocka se do prishet kohë, jo, ka zënë thjesht gripi. Jo. Dorëzoju. Pas ka qenë. Po pse ndodh gjithmonë kjo që për shembull njeriu duhet ta vazhdojë atë që ka në mendje edhe sikur ti mbaroj fryma. Po fjalët duhet të thuhen deri në fund, mendimi duhet të thuhet. Dëgjoj, nuk është më mbahet fryma në raste të tilla më. E qartë. Vetëm në ndonjë rast që tek këtu mund të më mbahet fryma. Me që na dhe një indicje. Me që na dhe një temë për të hapur një muhabet. Po ha njerë.
Hape një muhabet, apo ishte kjo? Kjo ishte muhabeti, domethënë. Kjo ishte tema. Mo, çka kohë ishte dje? Kishte diell, se unë s'e mbaj më fare. Tani ç'po më kujtoj. Vrentur, diell, re. Vërtet, po kështu ka qenë. Ndërsa mbas dite ka qenë freskët. Ndë një erë të paktën aty. Të drejtën, a sa ka mundur të shonë nga dritaret. Po në dritaret zakonisht nuk frynë. Shtrirë. Vetëm thjesht të shonë, thash, dyre dritaret që të bëj korrent. Korrent, po. Jo, thuaj si çdo. Të bëj korrent. Ashtu. E çuditshme që vetëm këtu e them korrent. Ashtu është fair. Si vendi se them dot. Fair, nuk e di muzikë përveç të mia. Më pëlqen shumë. Rejlej fjalët se të shkojnë më shumë veprimet se sa fjalët. Na bën një segafret. Jam dakord. Ashtu. Je suis d'accord. Kafen e parë sot do të kërkoj ndjes për ja. Jo, mos më kërko fare. Do laj atë që thash parë pra. Po. Se ka frikë. Ligji duhet të ishte shoj gjërat. Si ka mundësi që njerëzit s'më kuptojnë? Më fal pak, ti do t'i thuash pastaj, do të thuash pastaj që mos ndoshta doni të hani bukë pas emisionit, do e rregullosh ti gjithë. Jo, nuk të paktën këtë muaj nuk pi më ujë kjo hajde an bukë. Ja, është me dietë Romina, ja respektoj dietën, se jam në dietë dhe vetë, ja respektoj dietën Rominës, edhe mbi gjitha, Romina një herë në vit mban dietë. Jo, një herë në 2-3 vite. Një herë në 2-3 vite, akoma më shumë, jubile, ngjarje kështu të veçanta, kështu që nuk s'ka shanse. Sot marrin fishek zjarne, se është dita e dytë. S'ka shanse që aq më duhet mua. Një muaj në 2-3 vite dhe pjesën tjetër ha çfarë të dua. Bravo. E bekuar. Si shumë po flasun, do ta ha më duket. E shikon, as kafen s'na bën me zemër. Ja, ky është procesi në fakt që na pëlqen neve që... Pëlqen ty? Pa. Ty ndoshta? Ky procesi i ujit. I ujitjes. Se na kujton që Segafredo punon, po gjatë gjithë kohës ti duhet ta mirëmbash. Po sigurisht. Mos presë që Ekspresi ka gojë vetë. Edhe njeriu vetë. E pra. Kështu të procedoj. Fakt ai ka gojë se ti jep sinjalet në kohë. Sinjalet ti jep ai, po. Ma çdo njeriu çfarë sinjalesh mund t'japi, ku i dehidratuar për shemb. Ja. Në nevojë për të pirë ujë. Na njeriu. Lëre me njeriu. Po mirë, si t'ja bëj tani, ta pi kafen pa sheqer sot? Po pije njërë me në provo. Se jam sheqer free këtë muaj. Po, kam vendosur. Nuk e di dhe më thonë. Këtë muaj. Po palestër do nisësh? Jo. Nisa, Jo se s'më përballoni dot pastaj, nuk e di kush do më rezistoj për nisa palestër. Romina s'ka gjë më nalë. Le të kalojmë ne në depresion. Na lër neve në ndërgjegje më që t'na dalet në përëndra. Nuk e marrë dot përsi për atë pesha aq të madhe. Nuk e po jo me Romina të shkemë, Romina ama vetëm nisë. Një kompromis, një ditë të paktën provoje. E kam provuar unë. Po tani, se tani ke disa komponentë. Tani është kriju historiku. Ka marru punë, ka marru punë. Gëzuar e mirë. Gëzuar e mirë? Okej, mbare mirë dhe juve. Mbare gëzuar. Video. Gëzuar për shumë vjetë. Iko e umbi. Shiko, ajo me fluturimin, ndodhë gjithmonë. Të thonë për shembull, ora 01:00 niset. Në 00, po. Dhe ti gjithë kohës mendon njëshin e mesditës ndërkohë. Truri është i të mërshëm. Nuk e mendon 13. E pra, po, truri aqdo. Edhe kur i kënë ti në aeroport? 13. Mesditës. Dikën që në 11 të mëngjesit. Po, 11 pa tjetër. Të kapësh një të drekës. E thu jo, thua, po nisem që në 10, që ta pide një kafe, tjeta marrë me ngerë, kupton? Të pish një kafe, se shion një kafe 10.000 lekë të vjetër. Po, ka letet. A dini që në aeroportin Australis ka një desk, një zyrë, vetëm për personat që kanë gatruar udhëtimin nga Austria drejt Australis? O, sa e rëndë. Mund t'ishte ky varianti për mua, për shembull, po. Janë shumë të afërta. Shumë. Dhe ndodhë që e kanë gabuar shumë. Po, prandaj procedoni me qytete. Më mirë me qytete se sa me shtete. E vërtet, jo, po, të gjitha ndodhin njerë, është sigur. Njërë një jetë. Ishte një aeroport në Japoni, që kishte thyrë rekord. Që? 30 vjetë pa humbas i valixhe. Shif. Ua. I vetë në botë. Kurioze jam të di, sa ka ndodhur këtu të në? Valixhe, sendet e humbura që i rikthejnë. Jo, pa humbur asnjë valixhe, pra që aeroporti nuk ka dërguar gabim asnjë valixhe në 30 vjetë. Po.
Pra, normalisht janë gabimet e pjesës së kargos, kur ti e ngarkon valixhen për në avionin përkatës. Tu ngatrojnë porosit online, Porosit online këtu, ti porosit pantalonat vje fund, tjetër ma Jo, është bete. tjetër gjë, dhe ti ke porosit të me emrin të dhe vjen Fredi. Jo, po nëse është gjë e mirë, baje, Fredi. Derisa ta hapësh iku boti, merr Fredin dhe mje porosin time dhe është fantastik. Ka njerëz që nuk i kthen besoj. Me që jetë e porosit, kemi turp në për shembull që kur na jep postieri, porosin që ne kemi marrë, ta hapim aty në syt postierit. Si kemi turp, nuk të lejon njeri. Si nuk lejon? Sa jam lutur unë të hapja një balë atleta. Kam provuar kur, mua mos më lejoje. Nuk të lejon. Ja, da provoj herës tjetër, da hap turpi me bukë. Nuk të lejohet. Ka disa porosi që të thuhet, hap kutin, sa po e merdëm. Janë disa fashe që e lejon. Është e përcaktuar, domethënë, dhe postierit të pret aty, që ti e shikon numrin, porosin që ke marrë. Unë për shembull kam kërkuar. Ka të tjerë pastaj sa e merr shtikën ai. Ç'pun ka postieri, po unë një fashë për shembull e kisha kërkuar që të lutem thjesht dua ta hap pagon, jo për t'i provuar këpucët, po thjesht ta shoh që janë të njëjtat. Se eksperienca kaluar ka treguar histori të eksperienca. Nuk më lejoj. Nuk se. Jo, tha, se na i ndryshojnë, po ku do t'i ndryshojnë? Gjithsesi, është pak e vështirë për të porositur online në Shqipëri, po janë disa faqe të cilat janë të mira. Po, janë. Janë dhe disa faqe në Kosovë të cilat janë të mira. Mua nuk me jetë, kështu që kam ish dorë. Kam gjetur një 2-3 që jam munduar të sistemohet. Edhe unë e quaj vetëm e fat të kohë, e çuditshme është. Unë kanë qelluar kështu, fiks. O zotë shqyr, po ka të bëj edhe çështja e eksperiencën, se për shumë unë kam shumë fiksim që të porosis në një vend që kam provuar se si është porosia, për shumë. Që më ka çuar produktin tamam, ose atë gjën që kam dashur njësoj, kemi arritur dhe në fazën që nëse s'të pëlqen, kemi mundësinë e kthimit të gjës. Kur je klient i rregullt. Kur je klient i rregullt. Dhe më shumë ke predispozit për të bërë këto porosit tek vende të tilla sesa të eksplorosh. Po eksplorove dhe tjetër faqja. Po pëlqen një gjë te faqja tjetër. Po, në momentin që e faqja i ka hequr komentet, për shumë. Të kthen përgjigje sa, merë porosin kthen përgjigje, pastaj nuk të kthen më kur përgjigje. Dije se është nga këto faqe që do ta heqi mallin e vet, edhe është nga këto fake më shumë. Po, shiko, në fakt unë gjë që vlerësoj më shumë është në momentin që mund të ta ketë sjell gabim dhe të kthen përgjigje, merr përgjegjësitë e saj. Për atë gjën që mund të ketë sjell gabim, aty ti fiton një lloj besueshmërie për faqen, pavarësisht që mund të ketë bërë një gabim, se gabimet njerëzore janë. Po, është qartë. Por që aty fiton besueshmëri faqja. Pra, unë personalisht e marr tentativën për të porositur edhe një herë të dytë. Qofse ndodh që sërish që të ma sjell gabim, unë zorrit pres prap që të bëhet ndrimi. Ka disa goca, për shembull që bëjnë në punime handmade, ose kanë disa kështu, një biznes fare të vogël, kanë një lloj investimi për të duar trokitur, detajiste, bëjnë një kartolinë të bukur. Bizneset e vogla e bëjnë këto gjë, se të mëdha. Kartolina të vogla të bukura, bëjnë ca lule, vendon një flutur, ka ca detaje që më pëlqejnë shumë dhe ti e di shumë mirë që ai është një biznes i vogël, një vajze që ka marrë iniciativë totalisht personale. Këto janë për të duar trokitur dhe duhet promovohen sa më shumë dhe ti të kushtohet edhe puna. Të titujt atëra. Ecim. Rihanna drejt një epoke të re, albumi shumë pritur dhe rikthimi i saj si superyll global. Pash dje një video që ishte me partnerin e saj në tapetin e Kanës dhe ajo ishte me barkun e rrumbullakosur me një fustan kështu smerald në blu dhe binte shi. Dhe thoshte kur mbretëresha e këngës legjendare Umbrella thot që duhet të bjerë shi në këto moment që të bëjmë sfilatën, shi u thjesht bie. Ishte shumë e bukur, ishte një shi rëke, pa i mbante çadrën. Bravo. E po kotë si bëri 3.000 Si vika turp ati që mbaka çadrën. Rihanna ka janë 5 vitet e fundit që është ta zënë gjithë kohës. Po mirë. Kjo është persistencë, do të thotë që t'jesh edhe i sigurt, në fakt që thua në një 5 vjeçar unë do t'i kryj këto. Po, do t'vyll, dhe pastaj, për shumë, ajo më ta këtë sinim, për shumë, që pas kësaj lindje unë do vazhdoj do shpërthej me albumet e mia. Po, edhe, imagjino, gjatë kohës duke pritur fëmijën, nxjerr dhe albumin,
sepse albumi i ri i Rihanës pritet të dalë brenda 2025-s. Super. Do jetë një album që do ta sjellë, thuhet të paktën që do ta sjellë Rihanën më të fuqishme se kurrë edhe më ndryshe se kurrë. Edhe që gjithë bota tashmë do jetë gati në momentin e parë që do të nxjerrë një këngë, sepse ka qenë në 2016-ën. Projekti i parë muzikor ky që në 2016-ën që do të publikojë Rihanna, është albumi i parë pra, që nga albumi Anti që ka qenë në 2016-ën. Dhe në albumin e ri pritet që ajo të vijë në një fytyrë krejt të re krahasimisht me çka pasur deri më tani në treg. Pritet që të ketë frymëzime të reja, stile të reja muzikore, dhe mbi të gjitha shumë avangard, siç ka qenë gjithë karrierën Rihanna, nuk është se ka qenë mungon gjithsesi, mungon patjetër. Rihanna është një super vokal, është karakteri i veçantë i një këngëtare që për mua nuk është se mund të kesh një të dytë në treg si Rihanna. Po ta dija që ajo do bënte një tur dhe turi më i afërt me Shqipërinë do të ishte në Itali. Po ta dija, për shumë. Do shkoja patjetër. Do shkoja. Do bëja nga këto sakrificat që mund të mblidhja pak të mbaja më njanë nga të ardhurat e mia dhe një bilet do ta merrja patjetër. Ja vlen, është ikonike, mezi e presim rikthimin e saj, edhe pse, domethënë, është nga të rahat këngëtare që edhe pse s'ka bërë këngë prej 2016. Vazhdojnë këngët, jo vetëm që të përflitet, po edhe këngët të jenë non top. Në chartet muzikore. Nuk ka vazhdojnë gjeneron. Nuk ka ajo, s'ka se si mos e dëgjosh këngën, domethënë ajo nuk është se ajo prodhon, ka pas prodhuar shumë, por ka pas një statistikë që rreth 60% e këngëve ose 70% e këngëve të saj bëheshin superhite botërore. Pa diskutim. Kështu që ajo menjëherë sapo e këndonte një këngë ka pas edhe nuhatje shumë të madhe, por ka pas edhe një ekip menaxherial edhe një grup pune që e ka pasur shumë strukturuar. Duhet të punonte. Ka punonte. Disa herë. Për këtë po flasim, e kupton, kështu që gjithsesi në këto rangje vazhdojmë që ndrojmë ende. Por Rihanna në 2025-ën pritet ta ketë vitin e vet, pritet bëjë dhe një super publikim dhe një super lançim të albumit të saj më të ri. Nuk dihet ende emri i albumit se si mund të jetë. Vazhdo fol, dhe rri drejt dhe vazhdo fol, Rej se ishte shumë mirë, plani Rej është. Faleminderit Bora, është një kujtim i bukur për mua kësaj. Do të bësh edhe foto. Po, ecni çuna. Duke përkthyer dhe tatuazhin e Ecni se aq dua unë të skuqem pastaj. E mirë, ri këtu pra. Arbana Osmani duket se po mendon ekranin, por ku do e shohim moderatoren? Ka thënë do shihemi së shpejti. Ka lindur një pikë pyetje tashmë, janë burimet në prive. Po. Që e kanë ua. Po të qenë nga kjo... Cuna... Që ka kjo ditë? Më duket se është çështje manifestimi. Nuk e di, s'ta them. Duhet ta manifestosh... Duhet ta manifestosh të brendshmi. Prit një herë të shoh këtu, jam fal pak. Mos kam në një titull, mos është... një çunë aty. Mos është një çunë se po dalim qafsh mua. Do ta shohim në vijim. Jo, jemi mirë, vazhdojmë, procedojmë. Vazhdojmë njësoj. Edhe siç po theshnim, sa mirë, po. Ashtu. Ishte më mirë ajo e para, ha? Po. Tani. Pa nuk po zgjedhim fare nga. Gjithsesi, të përmblidhemi. Do të vish planin e Pra, burimet pranë prive kanë thënë që Arbana Osmani pritet të rikthehet në shtator me një projekt të ri. Okej, po. Pritet të rikthehet në televizion. Televizion, pra po. Të ketë një show televiziv i cili nuk dihet ende se çfarë mund të jetë, nuk dihet ende a janë 100% vërteta si zëra që thuhet. Do të ketë një rikthim në top, apo? Ja, mund të ketë një rikthim në Klan. Një rikthim, mund të ketë një rikthim të saj në televizion, por në Klan. Po, bravo. Le ta shojmë rikthim në Klan se ajo ishte te Alketa. Që le ta quajmë rikthim. Ishte një paralajmërim ajo që bëri, domethënë sepse Alketa e tha, shiko sa mirë të pritëm ne ty domethënë. Alketa e tha, kemi ardhur, do na vish. Po. Edhe po te ne po erdhe, ne të mbajmë. Ne të mbajmë, po. Vle. Nëse i mungon në ekranin shqiptar një figurë si Arbana, gjithë kanë shumë qejf ta shohin, ta ndjekin projektet e radhës me atë simpatinë, karizmën që e karakterizon. Edhe kurioziteti është shumë i madh, shumë i shtuar ndaj formatit, edhe
për te ndari formatit, mund t'jetë kuriozitet akoma më i shtuar për faktin si mund të ngjaj imazhi i Arbana Osmanit në një televizion tjetër. Kemi mësuar gjithë jetën që... Po njerëzit e përqafon kudo, edhe në emisionin YouTube, njerëzit gjithashtu e panë, ndoshën, e pëlqyen, kështu që mendoj që çfarë do projekti që të marrë Arbana, e sigur që do shkëlqej. Po, dakord, po është ajo ndonjëherë dilema e personazheve të tillë, për shembull si Arbana që ka një jetë në ekran, që sa do shkëlqejnë tek një ekran tjetër, kur njerëzit për shembull mund të jenë mësuar me një lloj formati në një ekran ku ai ka parë që është rritur, jo vetëm nga ana profesionale, por edhe vetë, domethënë si individ. Që kështu prandaj kurioziteti ka shumë i madh, se si do jetë ajo, a do të ketë të njëjtin yll shkëlqimi tek televizioni tjetër. Por mbetet për të parë. Mbetet për të parë, gjithsesi suksesi i urojmë Arbanës edhe pas këmbën e mbarë. Bravo ti. Ecim. Dua Lipa. Një plan të re, të lutem se. Arrin statusin e multimilioneres më të re në Mbretërinë e Bashkuar, ja. Morej, që më bëre xhiro në dola këti nga supi. Jo, në rast në Dua Lipës e the supi, okej. Mirë. Mirë. Çfarë ylle? Multimilionerja më e re në Mbretërinë e Bashkuar. Është një super status që ka arritur, ka një pasuri. The supi jo, të maja e flokut jo, okej. Sa ta gjithën aty, i cep. Nejse. Ja, një sekund tani, që t'japim shifra konkrete, mos flasim shumë. Kush i ka bërë llogarit? Si duket. Llogarit në fakt i ka bërë The Sun. Po, bravo. Është personi më i ri pra Dua Lipa që ka hyrë në listën e njerëzve më të pasur nën 40. Në The Sunday Times tashmë dhe për vitin 2025 ajo renditet në vendin e 34-t. Dhe pasuria është vlerësuar 115 milion pound. Wow, bravo Dua. Në moshën 29 vjeçare, Dua Lipa ka 115 milion pound në llogari bankare. Edhe imagjinohet ti pas të 30-tave, atëherë kur ka shkëlqim më të madh. Ajo po sjell gjatë gjithë kohës në fakt risit në karrierën e saj. Gjatë gjithë kohës është kryefjalë e mediave kudo që ka shkelur, koncertet e saj janë të gjitha të shitura, këngët e saj janë të gjitha hite, kështu që është momenti Dua Lipës. Nuk e keni ide sa më pëlqen me këtë look, se kjo është foto e vjetër, se duket që është edhe me mbushur në fytyrë, këto flokët më të gjata, më të errta, domethënë personalisht ky është looku im i preferuar tek Dua Lipa. Ka një lloj portreti fantastik. Tani do të shkon çdo gjë. Po dakor, po tani këto kohë fund po bën ca lloj eksperimente, ka një lloj bën këtë definimin e fytyrës. Flok të kuqe unë e adhuroj. Edhe në flok të kuqe, okej, se ishte, do më nëzori Dua Lipa ato video, ato foto në flok të kuqe, dhe u bë trend, një lloj masiviteti, se e ka të lloj influence. Por, kjo definimi që i ka bërë fytyrës, dobësimi gjithashtu, duket sikur ja ka humbur pak të portretin ka shumë të bukur që ka. Por, është brenda normave. Po. Tu është një yll i vërtet. Pa, mendoni që një gish shumë të rëndësishëm tek karriera Dua Lipës e ka Duka Gjin? Ua, pa tjetër. Pra, do më thonë, mendoni që është ai... Kish babin menaxher të tillë. Po. Pa tjetër që po. Nuhatja e Duka Gjinit në fakt që ka ndihmuar shumë. Po. Dhe unë besoj që ai nuk e trajton si vajzë, pra, në raste të tilla. Sepse po të kesh empatinë e një prindi për të menduar për fëmijën, nuk do mundesh do të bësh kontrata, kompromise, gjëra sakrifikuese për fëmijën, po ai e shikon si një superior vajzën e vet. Prandaj po flasim që është pikërisht edhe dora e Duka Gjinit në këtë mes, sepse duhet ajo ftohtësia maksimale që ti bësh diferencën e vajzës që mund ta kesh në shtëpi dhe ta puthësh në darkë. Në shtëpi kemi raportin bab e bi, po aty jashtë pastaj ti je ylli botror. Aty jashtë nuk diskutohet, po s'më pëlqeu mua kjo gjëja. Me njerë do stopohet edhe kaq. Po, sigurisht, në shtëpi dua për shumë të jetë gocë duke bërë punë të shtëpisë. Po, lanenët. Po, pse jo? Po. Mos harro që është nga Kosova. Po, patjetër. Kemi shqiptare gocën. A që zënë sa është ajo gjithkohës në mund të ketë nevojë, mund të ketë njeriu e ka për relaks, për shembull. Ti e ke relaks lashenë? Po, byrek, për shembull. E ke relaks? Po, bësh japrak, është fantastik. Lëri këtë japrakët, ecim. Po, japrakët. Na filloj nepsi tani. Këtu rejit mos e fusin se nuk është... Lere më mirë, po. Ish presidenti Amerikan, Joe Biden, diagnostikohet me kancer të prostatës. Po,
Dita e djeshme në fakt vetëm për këtë gjë është folur. Ka pasur një deklaratë zyrtare edhe nga presidenti aktual Donald Trump që ka shprehur keqardhjen e tij për gjendjen e Joe Biden edhe ka thënë që të gjitha strukturat amerikane i vënë në dispozicion të situatës. Pra absolutisht ka mbështetjen e Donald Trump. Shumë e bukur kjo që tregon. Solidariteti që kanë. Sigurisht, sidomos në momente të tilla kur sado më ta kesh kundërshtar dikë, në momentin që ai është smur dhe ka lajme të tilla në lidhje me shëndetin. Ka qenë një status i vet Joe Biden në fakt që thoshte kanceri mund t'i prek të gjithë dhe unë jam ndërta. Kanceri nuk përjashton askë. Ai ka deklaruar tashmë ditën e djeshme, por gjatë javës kaluar ai ka pasur probleme të traktit urinar dhe ditën e premte është diagnostikuar me kancer në prostat, i cili është përhapur tashmë dhe në kocka. Pritet filloj me njëherë trajtimin dhe menaxhimin e kësaj situate me hormone dhe flitet që trajtimi me hormone që ai mund të bëj mund të jetë efektiv, pasi mund të shëroj, pra mund të ketë efekt si trajtim. Paktën kështu kanë thënë mjekët në një diagnostikim paraprak që kanë bërë për situatën edhe për trajtimin e mundshëm që mund të bëhet tashmë. Do të jetë peshë madhe pastaj të merresh edhe me figurat të tilla duke gjetur kurat e duhura e gjitha këto merat. Por që gjithsesi urojmë shërim të shpejtë edhe raste të tilla në fakt kujtojnë që çfarëdo lloj hapësire të kesh prekur në jetën tënde, çfarëdo lloj maje të kesh prekur, je njeri, je vdekatar në fund ditës, pra je njeri i thjeshtë. Të gjithë. Okej, ecim pyetje tjetër, kemi akoma? Okay. Ina Kolçaku publikon për herë të parë foto me partnerin. Dhe u desh vetëm një foto. Dhe ka postuar rjesht pastaj disa. Postoi rjesht, e postoi në video, e postoi dedikimet me atë, e postoi momentin që ai thante flokut dhe thoshte me një fun fact, thoshte që partneri im është më mirë të më thaj flokut mua se sa ti thaj vetëm me nisi migrena. Ishte shumë e bukur ajo. Po pati një lloj interesi në fakt sepse edhe pas si figurë përpos feministe dhe një vajzë shumë aktive gjatë gjithë kohës, Ina Kolçaku është shumë e dashur për publikun që kështu ka ngjallur interes. Interes, po, dhe unë kam parë dhe komente negative në fakt. Filluan direkt të thonin mendimet e tyre për partnerin e saj, duke thënë që këtë paska kjo, këtë paska marrë kjo, ky ishte ky intelektuali i madh, po ç'është ky? Duke qenë se Ina gjithmonë ka folë për standardet, po thjesht ishte një foto që duke i pak i mbushur në fytyrë, edhe njerëzit fillonin. Se çunat e mbushur si janë intelektual? Sipas njerëzve. Sipas njerëzve. Po ç'a bën? Po do ketë gjithmonë, ama ç'a paska kjo, se e shet veten shumë larg, kjo ja ç'a paska. Po shumë mirë, domethënë, është një njerëz, ju që se keni gjetur dashurinë, për shembull ai ka gjetur dashurinë dhe është shumë e lumtur, keni inat po deshet. Bravo. Ore, problemi është që prapë njerëzit do japin komentet, po të paktën edhe komentit ta ketë një logjike. Se je lumtur ti me këtë, je lumtur ti po të shpunë e keti me... Po thjesht komentit ta ketë një logjike brenda, pra mund të thuash për shembull, nuk më pëlqej ngjyra flokëve. Qa thumë? Ai tatuazhi që ka shumë keq, po jo. Që nga ai intelektuali. Ndoshta nga retorika që ka përdorur nëpër media Ina, njerëzit mendonin njëri me yacht, një super veshur me kollare, kostum. Me yacht, do thotë detyrimisht thjesht intelektual. Gjithsesi, Ina ka vlerësuar shumë dashurinë dhe respektin që duhet të ketë partneri ndaj partneres. Domethënë, ai ka vënë prioritet në çdo deklaratë të saj dhe me sa duket, shikoj, ai djali ka një profesion të caktuar, ka një punë të caktuar gjithashtu. Po pra, është ai që e ndjek edhe bëjnë udhëtimet bashkë, projektet bashkë, gjithashtu dhe shihen shumë të lumtur edhe me këtë foton me një shkëmbim puthje. Kështu që nuk gjithsesi Ina me tipin që ka Ina, edhe me mënyrën se si Ina është shfaqur gjithmonë media të paktën, mendoj që për të pasur një partner, edhe ai partneri duhet ta ketë atë guximin siç e ka dhe Ina, për të qenë me Ina. Duhet të jetë karakteri i fortë, se Ina çfarë ka e thotë. Edhe kur e thot këtë gjën në media, llogaritë, s'mund të ndodh brenda në shtëpi. Kështu që patjetër ai është karakteri i fortë në momentin që do një vajzë që
le të themi, ka një dominancë në vetvete. Ka një lloj edhe intimidimi që përpiqesh të bëj njerëzit, domethënë dalit e saj edhe në intervista pa diskutim. Okej. Pikërisht. Kështu që Ina jetë lumtur motër. Me trashëgime. Okej, kemi s'kemi titull tjetër. Ti kemi reklama, se mezi po presim Gjagjëzën një për gjë. U rikthyem dhe ti kem tek Gjagjëza më një herë. Fitojmë. Okej, Gjagjëza e djeshme, që na brilëmsh, ishte. Pa boj, pa pen, nuk është mjek, me dorë punon dhe ka gjithmonë të letë. Që ka piku, thot një komente? Pa jo. Mua më kanë ardhur në fakt edhe vetë komente. Kanë qenë, njëri ka qenë berberi, njëri ka qenë mouse i kompjuterit. Po. Tjetri? Një tjetër s'lexohet. Varja. Ja, këto 3 më kanë ardhur mua, jo. 3 më kanë ardhur. Aha. Dhe kush është? Asnjëri nga këto është Rroba Qepsi. Mos ta thamë në këta Rroba Qepsin. Jo. Mos ta makina Qepse. Jo, makina Qepsi. Si është me një dorë? Rroba Qepsi. Me dorë. Me dorë. Me dorë. Gjithmonë e ka të lehtë dorën. Atë se di ti pyet sopën një. Pyet sopën, mirë, aty varet. Aty varet. Interesante. Rroba Qepsi. Okej, interesante. E quajmë. Ti japim atë që meriton. Se po toja pastaj unë jo te gel, jo gjëra kështu, maroj. O si. Se prek dot, se mban dot, por të gjithë e ndjekin me sy kur del. Dielli, ç'është? Se prek dot, se mban dot, por të ndjekin me sy. Balon. Heshtje. Ore bëka sens. Po se prek dot balonën. Po se prek se është larg. Se mban dot se është e rënd. Të gjithë e ndjekin me sy. Jo, Dorisa, as hëna as yjet. As hëna yjet. Po. Nuk ka këto gjërash. Se prek dot, se mban dot. Për të gjithë e ndjekin me sy kur del. Kur del? Qa kohë? Kush është? Mos është shu avulli, kjo është. Kush është? Në thaj kohën që del, base e gje. Aty kohë. Në Mars? Në Equinox? Ja, mo. Se prek dot, se mban dot, të gjithë e ndjekin me sy kur del. Tava e nëzit në furë. Lëre, mos në flitë për ushqim, Romina, që më Se pikë prek gjesit. dot, se mban dot se shumë e nëzit, por të gjithë e ndjekin me sy. Jo, së është. Pavarësisht se ishte shumë e bukur, në fakt. Që ti thoje njërë, po ajo është, po ka dhe një... Tava me patate, për shembull, të bëjmë një Gjagjës për tavën me patate. E bëjmë, jo për gjë, e bëjmë. Të harrohet pak, në asë një 2 javësh. Ndoshta. Shefi, ma, mos o shefi. Shefin mund të ambashër, Romina, dhe mund të prekësh. Po tani... Bravo! Do të thot vllai. Bravo, bravo. Tani ose mundet e nese. Lëre tani, lëre. Pra, se prek dot, se mban dot, të gjithë ndjekin me sy kur del. Mendohuni, nuk është as hija. Jo, më vjen shumë keq. Instagram, Facebook, TikTok, letra poshdere dhe posta ime elektronike rejbezhani @gjithmon këtë email kam @mcn.tv. Sa i natë më vjen. Puf, ishte një kështë. Po. I erdi aq i natë sa dhe telefoni filloj të flasë. Okej, ikim të teksti. Ecim. I dita se shohim... O mush ma gotën me rëki. Tak, fak. Ka ma shtru ndjenja. Mërtu me titër më qanë zemra, si me gëzu këto së të mi. Ha mërti sa shumë po e lëvis kokën këtete. Hik, mërdial. Feston kratë. Mos është ndonjë Eli Male? Mos është në një Beskalaku, thëmë. Jo. Rati? Gjagjës Aradhës. Po të mamë. Po të them unë... Hajde, këndoje. Më thuaj. Mos më thuaj Po fare... të them unë Malli. Më byti Malli. Kida. Po të them Andueli. Okej. Po të them Olz Velyku. Mirë. Okej, është kënga me re, pra. Pa. Se ka dhe Kida Malli. Është Rakia, e di. Rakia, po.
Pa me Europën që fëmi. Se në dhe pa mundësi. U përqafum me lot për colën, familje, shëqni, menjen të ajo dashni. Pa ma thu, a si do ri? A i mun e mroj, që s'jam aty kur ajo ka një mërzi. Prandaj su lodha rrugve, rezikova, tu menu për dit planet që ty ti premtova. Mora tesha, roba, me u këthy katoka. E vetëmja gjë që doja, ishte ajo ftyre jotja. Shpirtin sikur makale, pyta, ka po bjen kjo dajre? Shkova me lule me mare, në shpit saj, gjeta vale. Sa e në dhom isha vet, tak, foton kulet. Më ka marmali o jet. Ajo më thot ri i qet, se kur s'ka me t'lon vet, veç sa ma shpejt du me t'pa. Mush ma gotën me raki. Ja, dhe qik. Tak fak, më ka mashtru ndjenja. O martu me tjetër, në qanë zemra. Si me gzu këto sytë e mi, kur po feston në krat e ti i fullaj pak delay. Po, okej. Kjo ishte. Mush e gotën me raki. Jo, nuk e Këtë ndaluar alkoolin. Pa mirë pra, këshu, bëjmë si kur pra, me shishe në ujtë. është televizive, do të është ti, edhe kur mbushet me, edhe prezentohet si raki, zere sigur është. Televizive, pra, s'diskutohet, për këtë po flasim. E qartë, shumë i qartë. Po ilustrojmë tekstin e kengës, jo se duam në raki. Nuk e kam mësuar njërëzit a i shkollaj, a i shpet, bese. Apo kam mësuar. Kënga në fakt ditën e djeshme ka kaluar 1 milion klikime. Për 2 ditë. Brenda ditës. Brenda pak 3 ditësh, mos ka bojnë, mi ka kaluar 1 milion klikime. Normale, ka ishtë, me thënë. Kur e ka kënduar Andueli këngën, pa mirë. Për para, më sigurisht, më falë pak. Po klipin, apo shumë para? Normale, më gjirimet jenë bërë shumë më për para. E pas ta e Olsi është kujdesur për gjitha detajet, për t'i këpësi. Prandaj shkoj Olsi të ferma? Prandaj shkoj. Për të treguar që ka dalë kënga jonë vla. A këngë që këshim një vit që më punon. Ta dëgjojmë një herë. Shojmë. Vëshë gotën me raki, tak fak. Tak fak, që nga java e tak fakut, po. Dje Denisa, tak fak lidhje. Po, tak fak raki, shojmë nesër. Tak fak. Nesër vetëm tak fak do bëmë. Nesër, po. Nuk ka shpigim tjetër për tak fak nesër. Ta themi vetëm e fjallë. Qëndrojmë të shpejt edhe konciz. Oke, mirë atyre. Njëni ju njërës me bipolaritet? Uf. Në fakt është desi shpreje. është desi shpreje për ditëshmërisë sonë, që ndë njërë është e gabuar, se flasim pak më shumë se që duhet, por që të gjithve në ndodhë pak të njëherë që ta kemi si shpreje, ta themi si mendim. Dhe unë di që ka dhe njërës që e vuajnë këtë që. Absolutisht. Pra e vuajnë sepse nuk e kuptojnë do të veten e tyre dhe mendojnë që bipolariteti është një çrregullim i sistemit ose i shëndetit gjithashtu, i sistemit mendor gjithashtu, por psikologët ka një variant tjetër për ta shpjeguar, domethënë kur lind ky bipolaritet, nëse është një gjë e shfaqur edhe tek fëmijët ndoshta, tek adoleshentët masivisht me sa duket kohët e fundit, dhe kur njerëzit e përjetojnë keq në veten e parë, dhe më pas e shfaqin tek të tjerët. Se shfaqja tek të tjerët është më thjesht ndonjëherë se sa ta përjetosh ti vetë, por ne kohët e fundit kemi dëgjuar shumë njerëz që janë me bipolaritet. Pse ndodh kjo gjë? Na e shpjegon vetëm pas pak Almeda Xhaferi që do të jetë. Është ndryshim më njëherë shumë i sjelljes. Tek je duke qeshur, aty fillon të qash, tek mendon pozitivisht, fillon përsëri mendon negativisht, pra ti mendon ndonjëherë se ke të bësh me 2 persona. Njëri që për momentin nga ekstrovert njeriu bëhet introvert dhe akuzon, pastaj për çështje sekonda ashtu të shpoj, ose bëra shaka, ç'është kjo, fillon qesh, thën ti shtangësh thua me kë kam të bëj. Pra, edhe për ne pjesën tjetër, dhe për ata që e përjetojnë do të jetë pak e vështirë. Okej, super, më pas ne jemi në stilën e qershive, o zot, në stilën time të preferuar, dhe sigurisht që flitet gjithmonë që në
botën le të themi të herbalistëve dhe të mjekësisë popullore dhe alternative, qershia zë shumë vend në kurimin e shumë sëmundjeve. Dhe jo vetëm qershia si frut, po edhe bishtat e qershisë, dhe në fakt sot do mësojmë nga Irfan Gjesi, i cili është herbalist, se si duhet të bëjmë disa nga përdorimet e qershisë përveç konsumit të përditshëm. Pra dozat që janë të përcaktuara dhe nëse ka ndonjë efekt ansore nëse ham shumë siç duhet, për shembull, këtë e kam pyetje personale. Nuk është kur shumë, mendoj unë. Jo, asun. Që kështu edhe varieteti ndoshta të qershive se janë të ndryshme, çfarë ndikimi kanë. Po edhe bishtat e qershive, çaj nga bishtat e tyre mund kuroj shumë sëmundje. Të paktën të thua deri tani më sa un kam dëgjuar që nëse i zihen pasi i ke tharë, gjithmonë thanë, pasi i ke tharë bishtat e qershive shërbejnë shumë mirë për personat që vojnë nga veshkat. Që kështu? Informacione që na duhen. Bukur. Okej, më pas. Më pas, në studio vjen Alfred Muharremi, i cili njihet si aktivist i mbrojtjes së drejtave të njerëzit, por gjithashtu, duke qenë se sot është dita kombëtare e jetinëve, Alfredi vjen për të rrëfyer historinë e jetës së tij, se si është rritur ai në shtëpinë e fëmijës në Shkodër dhe në fshatin Sos dhe gjithë rrugtimin e jetës që ka pasur deri në këto momente, ku është shkolluar, ka mbaruar ekonomikun edhe ka ndërtuar familjen e tij, është baba i një djali dhe na rrëfem për gjithë rrugtimin që ka pasur, vështirësitë që nga jetimorja dhe deri më sot që është bërë një faktor jo vetëm për veten e tij, po edhe për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, sidomos një zë zyrtar sa i përket edhe institucioneve. Okej, super, vetëm pas pak. Okej, më pas do na kthehet në studio Fashion Show Kids dhe me të tjerë fëmijë, me një tjetër lloj prezantimi, është bërë fotosesioni i radhës gjithashtu, përgatitjet janë gjithmonë duke avancuar sepse një qershori po vjen, vetëm pas pak do të kemi 5 fëmijë ditën e sotme dhe një ndër përfaqësuesit pra që është gazetari Endri Cuka, i cili do të na thotë se ku janë me përgatitjet, çfarë po bëhet dhe çfarë është bërë deri tani dhe çfarë është menduar të paktën tek pjesa e të ftuarëve dhe organizimi që do të bëhet në datën 1 qershor. Do të shohim vetëm pas pak nga ato sfilatat një çik, sa fëmijët na gjithë. Të kënaqemi një çik me fëmijët. Yje. Na kënaqen, na duhet se janë detoksi i fundit të emisionit. Mirëmëngjes Almeida e dashur. Mirëmëngjes, shiko tani, me që jemi live, e bëjmë kështu. Hajde. Edhe pa mikrofonuar. Hajde. Ulu e dashur. Ulu atje, skajt. Ja ku jemi. Ti nuk ke mikrofon, që kështu nuk ke se ti, do të na flasësh vetëm pas pak, që kështu do ikim pak reklama, horoskop për të gjithë bashkë dhe kthehemi pas pak me të gjitha informacionet më së nevojshme të duara për të gjithë njerëzit që kohët e fundit kanë dëgjuar kaq shumë për bipolaritetin, vetëm pas pak. Dashi, një ditë e mrekullueshme për të bërë gjëra që do t'ju bëjnë të ndiheni mirë me veten. Do të keni një diskutim për çështjet e parave me bashkëshortin tuaj dhe do të bëni plane për të ardhmen tuaj financiare. Miqtë dhe të afërmit do të kërkojnë më shumë nga koha dhe nga vëmendja juaj. Kushtojani më shumë atyre. Demi, miqtë do ju prezantojnë me dikë të veçantë, i cili do të ketë një ndikim të jashtëzakonshëm në mendimet tuaja. Ato pjesëtarë të kësaj shenje të zodiakut që kanë kaluar një krizë financiare mund të marrin në mënyrë të papritur fonde që do të eliminojnë disa probleme njëherësh. Një plan udhëtimi i bërë shumë përpara mund të shtyhet për shkak të shëndetit të një antari të familjes. Jeta juaj e dashurisë ndërkaq do të jetë mjaft emocionuese. Binjakët, shmangni një dietë me kalori të larta dhe ushtrohuni fizikisht. Do të kaloni një kohë të gëzueshme me familjen dhe me miqt. Gjithçka që ju duhet të bëni është të jeni të vetëdijshëm për atë që po ndodh rreth jush, të qeni të durueshëm dhe këmbgulës do të jetë qasja më e mirë për ju për të arritur objektivat tuaja afatshkurtra. Gaforja, do të çliroheni nga tensionet e vazhdueshme. Një mik i ngushtë do të bëjë diçka që do t'ju ngrejë humorin. Njerëzit përreth jush mund të bëjnë diçka që do ta bëjë partnerin tuaj të dashurohet sërish me ju. Sot ndërkaq, një gabim nga e kaluara mund t'ju kthehet përsëri. Luani, sot do të keni kohë dhe prirje për të bërë gjëra që do të përmirësojnë shëndetin dhe pamjen tuaj. Përkushtimi dhe puna e juaj e palodhur do të vihen re, çfarë do të sjellë shpërblime financiare për ju ditën e sotme. Partneri ose partnerja juaj do të jetë mjaft romantike. Kujdesuni për atë që ndodh përreth jush, dikush mund të marrë meritën për punën tuaj. Virgjëresha,
Do t'jeni në gjendje mjaft të mirë shëndetësore, ata pjesëtarë të kësaj shenje të zodiakut që kanë kaluar një krizë financiare ka gjasa që të fillojnë të qetësohen. Dikush po ju vëzhgon fshehurazi dhe ju konsideron si një model. Peshorja, mund ta keni të vështirë të kontrolloni emocionet tuaja. Sjellja juaj e pazakont do t'ju bëjë përshtypje njerëzve rreth jush. Jeta juaj e dashurisë do të marrë një kthes të bukur sot. Nëse jeni duke udhëtuar, siguroni që të keni të gjitha dokumentet që ju nevojiten me vete. Akrepi, bëni kujdes me peshën tuaj dhe mos e teproni me ushqimin. Sot mund të shqetësoheni nga problemet shëndetësore dhe kjo mund të kërkojë kujdes mjekësor. Mes jush dhe të dashurit tuaj mund të lindë një dallim mendimi dhe do të keni vështirësi në përpjekjen për ta bërë partnerin ose partnerin që të shohë qartë këndvështrimin që ju keni. Shigjetari, shmangni vetë mjekimin pasi ka gjasa që kjo gjë t'ju shkaktoj probleme. Mos ndërmerrni asnjë hap ose mos u përfshini në asnjë veprim që mbart rrezik për humbje financiare. Kërko menjëherë këshillën e një personi të duhur përpara se të marrësh ndonjë vendim për çështje të tilla. Rrethanat e jetës suaj të dashurisë mund të shkaktojnë mosmiratimin e të tjerëve. Briciapi, shmangni sjelljen impulsive ose kokfort në mbledhjet shoqërore. Sot mund të kërkoni këshilla nga një antar i moshuar i familjes për menaxhimin financiar, kursimet dhe ta zbatoni këtë gjë në jetën tuaj të përditshme. Kjo do të jetë një ditë e shkëlqyer për të përkëdhelur veten dhe për të bërë gjëra që do ju pëlqejnë ende më shumë. Ujori, kultivoni një qëndrim më optimist. Nuk ka kuptim të ankoheni dhe të mërziteni gjatë gjithë kohës për problemet në jetën tuaj. Nëse doni të bëni ndryshime, atëherë duhet keni një plan konkret për të cilin mund të punoni. Në fillim të ditës mund të pësoni një humbje financiare që ka gjasa t'ju prish disi pjesën tjetër të saj. Peshqit, sot mund përjetoni dhimbje trupi. Mundoni të shmangni çdo sforcim fizik që do të sjellë më shumë lodhje në trupin tuaj. Investimet e reja mund të jenë produktive, por ushtroni kujdesin e duhur. Një ditë e mirë për të ringjallur kontaktet dhe marrëdhëniet e vjetra. Partneri ose partnerja juaj mund të mos dëshirojë që të largoheni prej tij ose prej saj sot. Ky pra ishte edhe parashikimi i horoskopit edhe për ditën e sotme.